Mbërritën sot në Shqipëri rreth 250.700 fletë votimit të prodhuara në Sloveni për 245.800 votues të diasporës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri me dije se sasia e dokumenteve është sistemuar pranë Parkut Olimpik të Tiranës, Feti Borova, me ndodhje e përcaktuar edhe për administrimin dhe numërimin e votave të diasporës. Nëpërmjet një statusi në Facebook, kryekomisioneri Ilirian Celibashi shkruan se fletët e votimit do të mbërrihen së shpejti në adresat e emigrantëve të regjistruar në vendet respektive. Në Europë, fletët e votimit do të mbërrihen nga data 15 deri më 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera nga data 15 deri më 25 prill. Pasi ta merrni, dërgojeni fletën e votimit në KQZ brenda 3 ditëve nga momenti i marrjes. Për këtë procedurë nuk do të shpenzoni asgjë. Posta paguhet nga KQZ. Nga kjo hënë deri më datë 10 prill, KQZ do të fillojë përgatitjen e zarfeve dhe dokumentacionit që do të dërgohet votuesve me objektivin e përfundimit brenda datës 17 prill. Votuesit do të kenë në dispozicion 3 deri në 4 ditë kohë për të marrë, votuar dhe kthyer fletën pas nëpërmjet operatorit postar. Në setin e dokumentacionit që do të dërgohet votuesve do të ketë edhe një udhëzues që sqaron qartësisht se çfarë duhet të bëjë votuesi nga jashtë. Fletët e votimit do të dërgohen në 85 shtete.